Zoti tregoi se jehudin kishin kërkuar zbritjen e një libri sepse kishin dyshim në profecinë e pejgamberit. Për t'u dhënë përgjigjen për këtë, Zoti urdhëron e thot: Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaymana wa atayna Dauda zabura. Pa dyshim ne me madhërin ton të kemi zbritur ty zbulesën, wahyin, ashtu si që kemi zbritur zbules Nuhut dhe pejgamberve pas tij. I kemi zbritur zbules Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe fëmijëve të tij, Jusufit e të tjerëve. U kemi zbritur zbules Isait, Ejubit, Yunusit, Harunit dhe Sulejmanit dhe Daudit i kemi dhënë Zeburin. Shpjegime: wahi, zbules, do të thotë i thuash fshehtas dikujt një gjë. Pra kur thuhet se pejgamberit ju bë wahi diçka, do thot pejgamberit ju kumtua e ju mësua diçka nga ana e Zotit me një mënyrë që të tjerët nuk kuptuan gjë. Me këtë ajet Zoti u thot jehudive: ne i kemi bërë wahi Muhammedit, sikurse u kemi bërë më parë Nuhun me shok, për të cilët ju nuk keni dyshim se ata janë pejgamber, përse atëherë dyshoni në profecinë e Muhammedit. Mos thoni se doni që ati t'i zbres një libër një herësh sikurse i është zbritur Teurati Musait, atëherë përse nuk mendoheni që 12 pejgamberët e mësipërm, sidomos Daudit, të cilit i ka zbritur Zeburi, nuk u janë zbritur librat një herësh. Por ju, o jehudinj, nuk e kërkoni zbritjen e librit një herësh prej pejgamberit për të arsyetuar, por e kërkoni për inate nga mendjemadhësia dhe për t'i ngatruar mendjen njerëzve të paditur që kështu të ruani pozitën tuaj. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujja ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Disa nga pejgamberët ne ti kemi treguar ty më përpara dhe disa të tjerë nuk ti kemi treguar. Zoti ka biseduar me Musan me fjalë pa ndërmjetës. Ne i kemi dërguar pejgamberët përgëzues dhe friksues që njerëzit të mos kenë ndaj Zotit ndonjë arsye, sepse Zoti është i vetmi nga dhënjues dhe veprues i urtë. Shpjegime: Fahri Razi u thot se këto dy ajete e bashkë me ajetin që vjen më pas janë si përgjigje ndaj kërkesës së jehudive, të cilëve u thot: sikurse kemi dërguar 12 pejgamberët e mësipërm, po ashtu kemi dërguar edhe një grup tjetër pejgamberësh, emrat e të cilëve janë përmendur në Kur'an. Janë dërguar edhe një grup pejgamberësh, emrat e të cilëve nuk janë treguar në Kur'an. Zoti ka biseduar me Musan pa ndërmjetës, pra ashtu siç nuk duhet bërë dyshim në profecinë atyre pejgamberëve me cilët Zoti nuk ka biseduar, siç ka biseduar me Musan, po kështu nuk duhet dyshuar edhe në profecinë e Muhammedit, të cilit i ka zbritur Kurani pjesë-pjesë dhe jo një herësh, sepse qëllimi i dërgimit të pejgamberëve është që të përgëzojnë besimtarët dhe të friksojnë mohuesit me ndëshkime në ahiret. Ky qëllim kryesor kryhet si me zbritjen e librit një herësh, ashtu edhe me zbritjen e librit pjesë-pjesë. Madje me zbritjen e librit me mënyrën e dytë, qëllimi arrihet më mirë. Zoti ka dërguar pejgamberët për të mos u lënë njerëzve shteg që të thonë ditën e Kiametit: O Zot, ne nuk na dërgove ndonjë udhëheqës që të na tregonte punët që i përshtaten hirit tënd, sikur të na kishte ardhur një udhëheqës i tillë, ne do t'i besonim atij dhe do të bënim punë të mira. Ajeti i fundit në mënyrë të tërthor tregon se Zoti nuk do të ndëshkojë ata njerëz të cilëve Zoti nuk u ka dërguar pejgamber, por për këto njerëz ditën e Kiametit do të bëhet një lloj provimi. Zoti do t'ju thotë atyre: sikur ju të kishit dëgjuar se kam dërguar pejgamber, a do t'u besonit atyre? Ata do të thonë: po, do t'u besonim. Por Zoti do t'u thotë që ju të vërtetoni pohimin tuaj, futuni në xhehenem. Me këtë urdhër të rrept, ata që nuk kanë besuar në dynja nuk do të guxojnë të hyjnë në xhehenem, kurse ata që kanë besuar duke u bindur urdhrit të Zotit, në çast futen në xhehenem. Atëherë Zoti këta do t'i nxjerrë prej xhehenemit dhe do t'i fusë në xhenet, kurse ata që nuk i binden urdhrit të Zotit do t'i fusë në xhehenem me pahir, ku do të qëndrojnë për jetë. Kur jehudit i dëgjuan këto ajete e thanë: ne nuk dëshmojmë se ty të ka zbritur libër nga ana e Zotit o Muhammed, për thënien e atyre ka zbritur ky ajet: Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Por Zoti i dëshmon vetë për profecinë tënde me Kuranin që ai të ka zbritur ty, ai e ka zbritur atë me diturinë e vet të posaçme, edhe melekët e Zotit dëshmojnë për ty, mjafton Zoti si dëshmues për ty.
Shpjegime. Por Zoti dëshmon vetë për profetësinë tënde me Kuranin që ai të ka zbritur ty, megjithse ehli kitabët dhe munafikët të përgënjeshtrojnë ty prej inatit. Zoti ta vërteton edhe ta shfaq vetë profetësinë nëpërmjet Kuranit që ai të ka zbritur ty. Ai e ka zbritur atë me diturinë e vet të posaçme. Kuranin e ka zbritur Zoti me një dituri që kurkush nuk mund të arrijë tek ajo, ose Kuranin e ka zbritur Zoti duke ditur aftësinë, istiadet që ke ti për të, ose duke ditur ti nevojat që kanë njerëzit për Kuranin. Edhe melekët e Zotit dëshmojnë për ty, meqense vetë Zoti dëshmon për ty, do e mos që edhe melekët e tij të nderuar dëshmojnë për ty. Pra mos u merakos, sepse të mohojnë një grup njerëzish të ulët si jehudint dhe munafikët. Sepse mjafton Zoti si dëshmues për ty dëshmojnë edhe melekët, prandaj mos u hidhëro fare, pse nuk besojnë jehudit dhe munafikët. Zoti për të treguar edhe dëmin e mohuesve urdhëron e thot: Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Ata njerëz që mohojnë dhe pengojnë edhe të tjerët në udhën e Zotit, me të vërtet kanë humbur udhën me një humbje të largët. Shpjegime. Fahri Razi u thot se mohuesi në këtë ajet është për jehudin, sepse ata ashtu siç mohonin profecinë e Muhamedit, qëllimisht hidhnin dyshime edhe ndër të tjerët për t'i penguar nga besimi së vërtetës. U thoshin njerëzve sikur Muhamedi të ishte pejgamber, patjetër ati do t'i zbriste një libër një herësh, ashtu siç i është zbritur Musait. Thoshin edhe Zoti ka thënë në Teurat se sheriati Musait nuk do të anulohet deri ditën e Kiametit. Thoshin edhe se të gjithë pejgamberët kanë ardhur prej barkut të Harunit e të Daudit. Me të tilla fjalë ata mundoheshin t'i pengonin dhe t'i largonin njerëzit nga udha e Zotit. Prandaj Zoti ynë thot për ata e kanë humbur udhën e drejtë dhe janë larguar prej saj aq larg sa nuk mund të kthehen më në të. Zoti për të treguar edhe dënimin e atyre urdhëron e thot: Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ata që mohojnë dhe dëmtojnë të tjerët, Zoti as nuk do t'i fal e as nuk do t'i drejtojnë në udhë të mbar, veç se në udhën e xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, dhe kjo është shumë e lehtë për Zotin. Ja eyyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. O njerëz, me të vërtet për ju ka ardhur pejgamberi me një fjalë të drejtë nga Zoti juaj, pra besoni që t'jetë një punë e dobishme për ju. Nëse ju mohoni, Zoti nuk i bëhet ndonjë dëm, sepse të Zotit është gjithçka që gjendet në qiej e në tokë. Zoti di për çdo gjë dhe është veprues i urtë. Ja ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. O ehli kitab, mos e te kaloni kufirin në fen tuaj, mos thoni për Zotin tjetër gjë përveç së drejtës. Pa dyshim Mesihu, Isa i biri Merjemes, është vetëm pejgamberi i Zotit dhe fjala e tij, i krijuar me urdhrin e Zotit. Zoti ja hodhi atë Merjemes, ai është një shpirt i krijuar nga Zoti. Pra besoni Zotin, me ato veti që janë të merituara për madhështinë e tij, dhe pejgamberët e tij. Mos thoni se janë tre zota. Hiqni dorë nga kjo, merrni atë që është e dobishme për ju, sepse Zoti është një, i adhuruar i vetëm. Ai është i pastër për të pasur djalë, e ati është gjithçka gjendet në qiej e në tokë. Zoti është i mjaftueshëm për rregullimin e botës mbar. Zoti s'ka nevojë as për grua e as për fëmijë, kurse të gjitha krijesat kanë nevojë për të.